Është koha tani për intervistën në studio. I ftuar është Shkëm Manaj, antar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Manaj. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Do të flasim natyrisht për Lumer Abdigjikun që u rikonfirmua në krye të LDK-s në kuvendin e jashtëzakonshëm, por rezultati me vota të jetë pick apo jo zoti Manaj. Çka tutje me LDK-n? Po jo dini që ne mbrëmje kemi përfundu kuvendin e jashtëzakonshëm, i cili është thirrur nga 1/3 delegatëve të kuvendit, ka qenë në drejtë të tyre statutare që të kërkojnë mosbesimin. Këtë rast kërkesa ka qenë për shkarkimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe unë mendoj që delegatët e kuvendit mbrëmë kanë marrë një vendim të drejtë për të rikonfirmuar në këtë pozitë kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Lumir Abdigjiku. Ju e dini që në këtë vetë në janar zoti Abdigjiku ka pas edhe një emocion të votbesimit, të cilin e ka kërkuar dhe të cilin e pat kaluar edhe atëherë me sukses, dhe ne në vitin e ardhshëm i kemi edhe zgjedhjet e rregullta brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse përfundon mandati statutar i këtyre organeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj e kemi theksuar edhe më herët, por edhe tash që në vlerësimin tonë ky kuvend ka qenë i panevojshëm këtë fazë edhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe për zhvillimet politike në vend. Abdigjiku pra i mbjetoi 2 herë shkarkimit, por dje 170 vota ishin për, 152 kundër, 5 vota të pavlefshme. Apo jo? I bie në përqindje? 51 me 49. Plus vota zotit Abdigjiku, i cili nuk votoi fare, siç nuk ka votuar edhe në janar në kuvendin e mosbesimit, është vot më shumë se sa në kuvendin e janarit. Mendoj që kjo nuk ndërlidhet me çështjen e përqindjes. Normalisht që ka pas një kërkesë, mirë po kjo kërkesë është refuzuar nga shumica e delegatëve të kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë mendoj që, e thash edhe më herë, që është një vendim i drejtë, sepse në këtë fazë mendoj që duhet të ecet tutje me organet aktuale të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pastaj të përgatitemi për kuvendin e rregull zgjedhor në vitin e ardhshëm. Po 51-49%, zoti Manaj. Ky është vullneti. Lideri i partisë ka shumë delegat kundër. Ky është vullneti i delegatëve. Ju shoqëroni, nuk është çështje, kjo është çështje e shumicës. Në demokraci do të thotë 51% është shumicë absolute. Edhe në mandatin e rregullt kur është zgjedhur kryetari i LDK-s, po flas në herën e parë me kundërkandidat me zotin Haziri, diferenca në vota nuk ka qenë e lartë. Unë mendoj që është një vlerë, është vlerë e Lidhjes Demokratike të Kosovës që gjithmonë gorat i bën me kundërkandidat, dhe që këto gora shpesh janë me një diferencë të ngushtë, dhe edhe për kundër këtyre diferencave të ngushta gjithmonë do të thotë kundërkandidatët janë bërë pjesë e procesit, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës si ka zhvilluar pastaj gjitha proceset në pajtim me organet e veta, me statutin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe me vizionin e përbashkët për politikat tona që na i kemi pjesë të programit tonë politik dhe nacional. Deri te ky kuvend, në fakt, edhe dje, në kuvend kishte përplasje, polemika, akuza të ndërsilla të dy kampeve, zoti Manaj. A ndodh një çarje tjetër? Nuk do të thoja që kanë qenë akuzat të dy kampeve, kanë qenë normalisht që ka pas ide të ndryshme, domethënë të delegatëve të kuvendit, por edhe të funksionarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në mënyrë se si janë qasur këtij procesi. Do të thotë kemi pas parashtruesit e kërkesës që kanë vlerësuar që kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës duhet të shkarkohet nga se i ka humbur tripal zgjedhje. Përgjithësia humbjes së zgjedhjeve, por shiqoni, është shumë e çuditshme. Zoti Abdigjiku ka kaluar mocionin e votbesimit në janar, ku Lidhja Demokratike e Kosovës ka pas një përqindje prej 13%, ndërsa tashmë kur kishim ngritje, ishim i vetmi subjekt që në këto zgjedhje kemi pas ngritje të votave. Lëvizja vetëvendosje ka humbur mbi 100.000 vota në këtë proces zgjedhor. Po ky kampi tjetër ju akuzon se po vetkënaqeni me pozitën e tretë. Jo, nuk është vetkënaqje. Nuk është vetkënaqje, por ne mendojmë që duhet një angazhim i gjithë përfshirshëm,
i të gjitha strukturat Lidhjes Demokratike të Kosovës rreth një vizionit përbashkët që ta ringritim Lidhjen Demokratike të Kosovës në vendin ku e meriton. Por ky rezultat nuk ndërlidhet gjithmonë vetëm me liderin e partisë, po ndërlidhet me një angazhim të gjitha strukturave, edhe të degëve, edhe të organeve qendrore, edhe të programit, edhe të antarësisë, mënyrë që ky përbashkim pastaj të ketë rezultatin e vet. Në fakt ishin dy degë që nisën këtë betejë të brendshme. Ajo e Pejës dhe e Lipjanit. Gazmen Maxheri edhe dje akuza hodhi ndaj juve. Kampi tjetër, pra, se keni bërë presion ndaj delegatëve, i keni thirrë 5-6 herë në telefon. Nuk e kam dëgju, po, jo, nuk ka pas, absolutisht nuk ka pas asnjë presion për sa i përket pjesës që po flas nga pjesa kryetarit Abdigjiku, do thotë nuk ka pas asnjë presion në delegat. Normalisht ka pas takime dhe ka pas diskutime të përgjithshëm sepse në fund vendosin delegatët. Ka pas, domethënë, kemi pas edhe rastin kur nga pjesë të tjera do thotë ka pas presione tek delegatët, ishte çështja e një përgjimi që doli do thotë ku një delegatit i bëhej presion do thotë që të japnin shkrimin për thirrjen e kuvendit, dhe ne këmbëm për punësimin e bashkëshortes dhe mendoj që këto duhet nuk janë në formë e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe si të tilla nuk duhet jenë pjesë e proceseve politike, por është shumë e rëndësishme që ne kemi pas një kuvend shumë demokratik dhe që krejt organizimi i këtij kuvendi paraprakisht normalisht që një rol të jashtëzakonshëm në këtë proces ka pas edhe sekretari i përgjithshëm i cili mor kryesisht domethënë pjesën e organizimit të kuvendit dhe në të gjitha trupat e kuvendit, prej procesmbajtësve, të komisioni verifikues, të komisioni zgjedhor, të kryeësia punës, do thotë kanë qenë të përfaqësuar në mënyrë të barabartë edhe parashtruesit e kërkesës për shkarkimin e kryetarit Abdigjiku dhe pjesa e organeve drejtuese të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ky kuvend mendoj që ka kaluar në frymën më të lartë të demokracisë me një debat të brendshëm, të pjekur. Kishte në fakt debat? Ka pas debat, ka pas diskutime. Pam vetëm Armen Zemaj teksa e mori fjalën, më pas u mbyll. Ka pas diskutime, jo do të thotë diskutime të gjata sepse aty ju e dini që ka pas edhe diskutime paraprake, edhe në studio televizive dhe në organet e ndryshme, është menduar që është tjerur debati dhe shumica prej delegatëve të kuvendit do thotë kanë vlerësuar që duhet shkohet me proces të votimit, i cili ka qenë një proces shumë demokratik që ka përfunduar me atë rezultat dhe që edhe parashtruesit e kërkesës për shkarkimin e kryetarit Abdigjikut pas kuvendit do thotë janë pajtuar rezultatin duke konsideruar që kuvendi ka qenë i organizuar mirë, që kjo është demokracia brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, ky është verdikti i delegatëve të kuvendit dhe ne vazhdojmë tutje që të punojmë së bashku për të ecur tutje dhe për të zhvilluar tutje Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kuvendi i djeshëm e nxjerr LDK-n më të bashkuar apo edhe më të përqar në dy kampet që u vun në pa gjatë këtyre javëve të fundit? Mendoj që e ka dëmtuar. Thirrja e këtij kuvendi e ka dëmtuar pak, sepse normalisht kjo ka reflektuar deri tek antarësia jo nuk ka qenë momentum për thirrjet e një kuvendi të jashtëzakonshëm. E kam thënë edhe para organizimit të këtij kuvendi se Lidhjen Demokratike të Kosovës kur nuk i kanë bashkuar kuvendet të jashtëzakonshme, por i kanë bashkuar kuvendet e rregullta, sepse për këtë qëllim kuvendet e rregullta organizohen në mandatet 4 vjeçare në mënyrë që t'u japet hapësirë të rinjve dhe gjithë njerëzve që dëshirojnë që të bëhen pjesë strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës, prandaj gjithmonë në kuvendet e rregullta është një moment i përbashkimit të njerëzve dhe i fuqizimit të partisë. Por, sido që tjetë, ne mendojmë që ky proces nuk e ndon në asnjë mënyrë Lidhjen Demokratike të Kosovës, të gjithë delegatët. A i shuan tensionet apo jo, apo ngritin edhe më lart? Jo, nuk ka tensione brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me mbram domethënë ka përfunduar gjithçka. Ju i keni parë deklaratat e gjithë personaliteteve të shquara të Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë pjesë e politikës qendrore, do të thotë që
e pranojnë këtë rezultat, që vazhdojnë të japin kontributin e vetë mbrana gjitha organeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shumica për tyre janë pjesë edhe të kryesisë qendrore të LDK-s, edhe Gazmen Muhaxheri. Presni që të kthehet në mbledhjet e partisë. Gazmen Muhaxheri është pjesë e kryesisë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është kryetari i degës. Fundet nuk mori pjesë. Nuk ka marrë pjesë në disa. Dhe unë mendoj që është gabim. E kam thënë edhe në kryesinë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjithë përfaqësuesit e zgjedhur në organet e Lidhjes Demokratike të Kosovës e kam për obligim që të jem pjesë e vendimarrjes, sepse është respekt edhe ndaj kolegëve që ti të vish dhe të japësh kontributin tënd në organin e të cilën je emëruar, qoftë në Këshillin e Përgjithshëm, qoftë kryesinë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe në pjesën e degëve pastaj. Mendoj që të gjithë do të bëhen pjesë të këtyre proceseve, por në këtë fazën në për cilën ne po flasim tash, mendoj që edhe angazhimi i gjithë mbashëm do të jetë. Donë se keni akuzuar këto degë për sabotim, për shkak të rezultatit të dobët në zgjedhje. Nuk do të thoja që nuk kanë qenë shprehje të sabotimit. Normalisht ka pas diskutime, se është normale që të ketë diskutime të tilla në rastet kur ke një kërkesë për shkarkimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe kjo po ndodh për herë të parë në historinë 37 vjeçare tashmë të LDK-s, që të bëhet një mocen për shkarkimin e kryetarit të LDK-s, që unë mendoj që ka qenë kërkesë e gabueshme edhe për kohën, edhe për mënyrën se si është shtruar, sepse shkarkohet kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë mendoj që duhet bëhet vetëm në rastet kur ai e prish imazhin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e rëndon, e dëmton identitetin e saj, dhe në këtë rast kjo nuk ka ndodhur. Zoti Avdi Xhiku, por jo vetëm Zoti Avdi Xhiku, por gjitha plot me mllef, zoti Mona. Strukturat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Fjalimi Zoti Avdi Xhiku. Me mllef ishte fjalimi. Jo, nuk ka qenë fjalim me mllef, nëse e keni dëgjuar këtë pjesën e fjalimit, Zoti Avdi Xhiku edhe në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë pasi është rikonfirmuar sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ju ka falendëruar njëjtë delegatëve që kanë votuar kundër shkarkimit, por edhe delegatëve të cilët kanë menduar që ai nuk duhet jetë me kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke bërë kërkesën që gjithë bëhemi pjesë e bashkimit, një vizionit përbashkët për ta fuqizuar Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse ndryshe nuk fiton askush në. Aktualisht në LDK a janë 2 kampe apo më shumë? Nuk mendoj, thash edhe në fillim që janë 2 kampe. Në këtë proces do të thotë kemi pas një kërkesë të delegatëve të kuvendit. Që u dëshmua pro dhe kundër. Pra 2 kampe, 2 janë. Jo, nuk është çështja 2 kampeve, është çështja do të thotë 2 vlerësime. Ke pas një kërkesë që delegatët e kuvendit kanë kërkuar shkarkimin e kryetarit Avdi Xhikut, dhe ka qenë do të thotë pjesa që kanë menduar që kryetari Avdi Xhiku duhet të vazhdoj të mbetet në krye të Lidhjes Demokratike. Ka pasur edhe një tjetër interpretim, se ky kampi do që të bashkëpunojë me PD-n, kampi tjetër do me vetëvendosje. Po i tani ka pas satelit, GPS e të tjera emërtime. Jo, nuk ka. Lidhja Demokratike e Kosovës i takon vetëm Lidhjes Demokratike të Kosovës, njerëz të LDK-s japin kontributin mbrana LDK-s, mendoj që çdo interferim nga çdo subjekt tjetër politik e dëmton Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nuk ka këtu të satelitës të PD-s dhe as të vetëvendosjes. Normalisht që mund të ketë perceptime dhe mund të ketë vizione të ndryshme se si duhet të bashkëpunohet në të ardhmen me partner, qoftë dikush me Partinë Demokratike të Kosovës dhe dikush me lëvizje vetëvendosje, por kjo nuk nënkupton kurrë që Lidhja Demokratike e Kosovës bëhet patëricë e një subjekti tjetër politik. Lidhja Demokratike e Kosovës, kudo që të jetë pjesë e formacionit të qeverisës në vend, do ta luajë rolin e vet në kapacitetin e saj, të besimit qytetar dhe të përvojës e saj dhe të njerëzve të saj me kontributit të jashtëzakonshme që mund të japin në qeverisjen qendrore të Kosovës. Personalisht ju, jeni të kënaqur me udhëheqjen që po ja bën partisë Lymen Avdi Xhiku? Unë mendoj që kryetari Avdi Xhiku ka bërë një punë të mirë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka marrë Lidhjen Demokratike të Kosovës në momentumin kur ka qenë në rezultatin më të dobët në histori.
shkoj njëherë pak më lartë, rastërisht pak më poshtë. Me 12%. Ato përqindjet i levizën. Me 12% e ka marrë. 18 shkoj. Është bërë, nuk është vetëm çështja e përqindjes, mendoj që është bërë punë e madhe, edhe në ballafaqimin do të thotë atëherë me qeverisjen, duhet ta shiqojmë me kontekstin kohor dhe të qeverisjes. Ne jemi ballafaquar me një qeverisje e cila ka pasur mbi 50% të besimit qytetar. Dhe edhe pse kjo qeverisje i ka pas gjitha kapacitetet shtetërore në funksion të vetit, mendoj që Lidhja Demokratike të Kosovës me riorganizimin e saj, me punën që ka bërë me organizimin e departamenteve, me punën e shkëlqyeshme që ka bërë grupi parlamentar i LDK-s, me punën e ekspertëve që kemi bërë një program në cilin kemi punuar 3 vite, ne kemi arritur që ta rikthejmë Lidhjen Demokratike të Kosovës në 18%, normalisht pastaj ne kishim 3 palë zgjedhje radhazi, ka pas rënje dhe ngritje, kemi pas bashkimin me zonin Osmani, dhe gjitha këto do të thotë zhvillimi janë bërë në një periudhë të shkurt, e cila mendoj që nuk duhet t'i atribuohet qoftë si sukses. A i kontriboi Jos Osmani kësaj përçarje të brendshme? Jo, nuk mendoj që i ka kontribuar, mendoj që zonja Osmani me edhe bashkimin që kemi pas në Lidhjen Demokratike të Kosovës me presidentin Osmani ka pas efekt pozitiv në rezultatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, se thash me heret, edhe lëvizjeve të vendosje, edhe Partia Demokratike e Kosovës kanë pas numër të madh, domethënë, të votuesve që kanë humbur në ato zgjedhje, ndërsa vetëm Lidhja Demokratike ka pas ngritje dhe mendoj që këtu është kontributi i zonës edhe i zonës Osmani. A pati ndikim edhe në rezultatin e kuvendit të jashtëzakonshëm, zonja Osmani? Zonja Osmani është pjesë e organeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tashti edhe në kuvendin e djeshëm, do thotë gjithë deputetët e kuvendit të Republikës Kosovës janë bërë pjesë e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s, që mendoj që është bërë një punë e mirë, sepse zonja Osmani por i kthehet mas disa viteve në pjesën e strukturës e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s, dhe mendoj që kontributi i saj, por edhe kolegëve tjerë që janë zgjedhur deputetë që nuk kanë qenë pjesë e Këshillit Përgjithshëm, do të fuqizojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Do të flasim për zonin Osmani pas pak, por i përmendet edhe përgjimet mes asamblezëve në komunën e Prishtinës. A mendoni se kishte involvim për fshirje edhe të Përparim Ramës, kryetarit të Prishtinës, në këtë ballavaqimin, në këtë betejën e brendshme? Nuk do të thoja që ka pas përfshirje në çështjen e përgjimit. Çështja e përgjimit mendoj që do të jetë pjesë. Në betejën më pas, për çështjen e kuvendet ju pyeta, jo të përgjimit. Organeve të drejtësisë që duhet ta trajtojnë, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e lejon këtë fenomen. Kjo nuk është kultura jonë, nuk është kultura e Lidhjes Demokratike të Kosovës që bëhet shantazh ndaj delegatëve të saj për vendimarrje brenda subjektit tonë politik. Dhe si e tillë, mendoj që edhe në aspektin politik është të dënueshme, por edhe në aspektin e organeve të drejtësisë duhet të trajtohet deri në fund. Jo, unë ju pyeta për Përparim Ramën, a qeni involvuar në betejën për postin e kryetarit? Zyrtarisht nuk ka pas një involvim, sepse ju e dini që në kërkesa ka qenë për shkarkimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe unë mendoj që kuvendi ka bërë mirë që e ka marrë këtë vendim, sepse ne kemi pas edhe një situatë pa qartë që çfarë do të ndodhë nëse kuvendi do të merrte vendim ndryshe. Do të thotë, delegatët që kanë bërë kërkesën nuk kanë pas një kërkesë tjetër, një pikë tjetër të randeditës për zgjedhur kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në një proces tjetër, që mendoj që ka qenë një gabim i madh. Nëse ndryshohet kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, duhet të zgjedhet një kryetar tjetër i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka kaluar koha kur LDK-ja asnjëherë në fakt Lidhja Demokratike e Kosovës historinë e saj nuk është zgjedhur nga organe jashtë statutare. Ka pas kryetar dhe në asnjë moment partia nuk mund të mbetet pa kryetar. Nuk mund ta zavancoj kryetarin as komisionet e përbashka, as në ndonjë formë të një administrimi të përkohshëm, sepse ka kaluar koha administrimeve në Kosovë. Ka kaluar koha administrimeve të përkohshme. Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të ketë organet e veta dhe në bazë të statutit secili organ pastaj ka kompetencat e veta. Si keni raportet me Përparim Ramën? Duket pak a shumë një lloj përplasje në distancë.
Mendoj që me zotin Roma do të thotë ka një pakënaqësi në raport me qeverisjen e Prishtinës. Sa i përket përfaqësimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në qeverisjen e Prishtinës, ne konsiderojmë që ky përfaqësim nuk është përfaqësim dinjitoz, madje është përfaqësim minjorues, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mund të përfaqësohet në këtë qeverisje me 3 drejtori, por PDK-ja me 8. PDK-ja me 8 drejtori, do të thotë AK-ja 3, ju baraz me AK-n. Dy fish më shumë do të thotë përfaqësim Partia Demokratike e Kosovës, se sa Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ai ka fituar zgjedhjet. I ka fituar zgjedhjet Prishtinë. Zoti Rama është bërë kryetar i Prishtinës si kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe me mbështetjen e gjitha strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë vetë kam qenë pjesë e shtabit qendror të Prishtinës dhe e di çfarë pune të jashtëzakonshëm janë bërë nga aktivistët tonë e 5 degët e Prishtinës dhe mendojmë që përfaqësimi i këtyre degëve dhe i LDK-s duhet të jetë dinjitoz për këtë çështje. Shumë shpejt do të thotë organet qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës do të kenë vendimmarrje për ta rishiquar dhe rishqyrtuar pozicionin e LDK-s në raport me qeverisjen e Prishtinës. Pra, mund të ketë prishje, vendimmarrje për të prishur koalicionin, për ndarjet të tjera të përgjegjësisë apo çfarë? Ne tentojmë që LDK-ja ta ketë përfaqësimin që i takon. Si ka pyetur fare, zoti Roma? Me votën e qytetarëve të Prishtinës. Ai ka pyetur. Po fakti që nuk është përfaqësimi i LDK-s ai që duhet jetë, mendoj që është vendimmarrje e njanshme. Është vendimmarrje e njanshme që mendoj që është e gabueshme edhe për shkak se nuk ekziston përfaqësimi qytetar i votës së Lidhjes Demokratike në qeverisjen e Prishtinës, edhe përfaqësimi i besimit qytetar, edhe përvoja institucionale e njerëzve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, se në mandatin e parë të qeverisjes ne kemi pas përfshirje të jashtëzakonshme brenda qeverisjes së Prishtinës. Një periudhë edhe nën kryetar. Kam qenë edhe nën kryetar, kam qenë edhe pjesë e kabinetit si këshilltar i kryetarit Rama, por kanë gati figura qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kanë shkuar dhe kanë dhënë kontributin në komunën e Prishtinës, me qëllim që qytetarëve të Prishtinës t'ju japim një qeverisje kualitative. Edhe unë mendoj që edhe në këtë mandat duhet të ndodhë dhe njëjta. Qytetarët e Prishtinës meritojnë një qeverisje kualitative me njerëz profesionist, me njerëz të ndeshëm që angazhohen për të realizuar vizionin edhe të zotit Rama, edhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por zoti Rama i ka disa eksponent LDK-s pjesë të kabinetit. Për janë dushin, por këtë kampe tjetër. Nuk ndërlidhet me kampe. Nuk janë të mjaftueshëm. Po, sepse ata ishin kundër. Nuk janë të mjaftueshëm. Për të çarkuar zotë Abezgjiko ishin? Po, nuk do të thotë ajo, nuk ndërlidhet kjo me këtë proces. Ne po flasim për përfaqësimin politik të LDK-s në qeverisjen e Prishtinës. Ata që ishin atë i largoi zoti Rama. Disa prej drejtorëve. Disa janë larguar dhe për shkak do të thotë marrëveshjes së koalicionit, do të thotë se ka pas një marrëveshje të koalicionit gjerë dhe disa pozicione janë shkruar, por pastaj ka pas edhe çështje tjera, të cilat ne nuk kemi marrë sepse kjo ka ndodhur para zgjedhjeve nacionale dhe ne kemi pas fokus zgjedhjet nacionale, prandaj është një moment kur ne tash do të diskutojmë edhe për çështjen e qeverisjes qendrore, por edhe për çështjen e pozicionimit të LDK-s në qeverisjen e Prishtinës. Zote Manaj, a po vrenin ndonjë ambici të zotit Rama për ta udhëhequr LDK-n, duke parë edhe këto pakënaqësi që i keni, këtë betejë themi mes juve si LDK dhe zotit Rama? Pakënaqësia nuk ndërlidhet me çështjen e ambicieve të zotit Rama për kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë po flas për pakënaqësinë e përfaqësimit të LDK-s në qeverisjen e Prishtinës. Normalisht edhe zoti Rama dhe secili autoritet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe zonja Bajrami, edhe zoti Hoti, edhe plot figura tjerë, do thotë edhe zoti Gazmet Muhaxhiri, edhe Imri Ahmeti, janë do thotë personalitetet të cilat mund të jenë kandidat në zgjedhjet e rregullta të Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të LDK-s. Mund të jetë, duhet fillimisht të antarësohet të jetë antar i Lidhjes Demokratike. Akoma s'është antar?
po flasë formalisht, sepse duhet të hyjë në një proces të zgjedhjeve brenda LDK-s, sepse kandidati për kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës duhet të jetë delegat, njëri nga 355 delegatët të Lidhjes Demokratike të Kosovës, prandaj edhe zoti Rama, nëse do të hyjë në këtë proces, duhet fillimisht të hyjë procesit të gorës nga në Ndega, në Degë dhe pastaj në Kuvendin Qendror. Por kjo... Zoti Rama thot herë jam antar, herë thot s'jam në LDK. Po ka pas plot raste kur ka thënë që nuk jam antar i LDK-s, por unë mendoj që atëherë kur e ka thënë në kuptim që nuk është pjesë e strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mendoj që zotit Rama i takon prej pozicionit e tij, unë edhe mitësisht i kam thënë që ti je zgjedh kryetari i kryeqytetit dhe qytetarët e Prishtinës ju kanë votuar për ta qeverisur Prishtinën. Unë mendoj që zoti Rama duhet ta kryejë punën e tij në kryeqytet, për shkak se ka marrë besimin për të udhëhequr me projektet e kryeqytetit. Apo e kryen tash? Me plot çështje. Apo e kryen tash punën si kryetar? Po tash janë duke u zhvilluar, do thotë ato projekte, normalisht duhet me pas mbështetje, duhet të ketë kapacitete, prandaj mungesa e kuadrove dhe përfaqësimit dinjitoz të Lidhjes Demokratike të Kosovës në qeverisin e Prishtinës e dëmton qeverisin e Prishtinës. LDK-ja ka kapacitete... A i bje që më shumë qeverisë PDK-ja në Prishtinë, a LDK-ja? Po në bazë të numrave të regon se kush ka fuqi më të madhe politike aty. Në bazë të numrave të drejtorive dhe të rëndësisë së drejtorive që ka mbrana qeverisë së Prishtinës, normalisht aktualisht përfaqësimi është më i madh i Partisë Demokratike të Kosovës se sa i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ne këtë nuk do ta lejojmë si të tillë. Nëse Lidhja Demokratike e Kosovës, nëse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do ta ketë përfaqësimin që i takon brenda qeverisë së Prishtinës, nuk mbetet pjesë e qeverisë së Prishtinës, ose do ta ketë pjesën e vet të besimit qytetar, sepse nuk mund ta marrësh besimin qytetar si LDK. Po a jeni në një pat pozicion derisa s'është antar i LDK-s, si t'ja bëni? Kjo nuk do të thotë se ne edhe në mandatin e parë. Zoti Rama ka qenë kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po. Nuk mund ta mohojmë këtë. Edhe herën e dytë? Edhe herën e dytë. Garuar në siglën e LDK-s? Kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ai formalisht nuk ka qenë domethënë antar dhe pjesë e strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kushdo që do që të jetë pjesë e këtyre strukturave, duhet të bëhet pjesë e proceseve dhe edhe zoti Rama do të thonë nëse tenton që e ka vizionin e tij që të bëhet pjesë edhe të politikës qendrore dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka dyert e hapura. Mund të hyjë edhe garës për kryetar. Në kuvendin e rregullzgjedhor, absolutisht. Por duhet të i kalojë gjitha filtrat, do të thotë, e strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas do të maten peshat apo jo, të rezultateve. Rama 2 herë në kryeqytet fitoi, Abdixhiku 3 herë. Unë mendoj që jo nuk është ashtu, se Abdixhiku dhe Lidhja Demokratike e Kosovës që kanë fituar zgjedhjet e Prishtinë, bashkë me kryetarin Rama. Normalisht. Kandidatët. Por unë e them sot në këtë studio, se përparim Rama kur nuk kish me mujt me zgjedh kryetar i Prishtinës pa qenë kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pa pasur mbështetjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nëse mendon që mund të bëhet, do të le ta provon kur do që të vinë zgjedhjet lokale. Ai mendoj që e ka pas rrugën e vetme për të zgjedhur kryetari i Prishtinës përmes LDK-s dhe përmes mbështetjes së gjitha strukturat të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe të nivelit të 5 degëve, por ka pas mbështetje të mëdha edhe të organeve qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke përfshirë angazhimin direkt të kryetarit të LDK-s në procesin zgjedhor të Prishtinës. Menjëherë pas përfundimit të kuvendit të jashtëzakonshëm, ju si LDK hoqet pezullimin për të nisur diskutimet me vetëvendosjen me qëllim që të arrit marrëveshje për të formuar institucionet e reja. Pse kaq menjëherë, zoti Monaj? Shiqoni, ne ju e dini që e kemi pas përkushtimin nga fillimi që LDK-ja të bëhet pjesë e bisedave për të zgjidhur ngarqen politik për t'i konstituar institucionet e Republikës së Kosovës, sepse po bëhen 3 palë zgjedhje dhe ne nuk po mund t'i konstituojmë institucionet. Mendojmë që
mos konstituimi i institucionet republikes e dëmton Republikën e Kosovës, sepse nuk mund të ketë stabilitet politik dhe institucional nëse nuk i kemi institucionet funksionale. Prandaj Lidhja Demokratike e Kosovës prej fillimit ka shpreh gatishmërinë e saj që të bëhet pjesë e diskutimeve në mënyrë që ta zgjidhë ngershin politik. Ka pas një takim mes kryetarit të LDK-s dhe të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje. Shpreh optimizëm aty pas takimit? Po, ka pas, do thotë. Ka qenë një takim i gjatë. Tash po presni të juftoj zoti Kurti apo jo? Ka qenë një takim i gjatë. Ju e dini që janë pezulluar këtu. Edhe mendoj që ka qenë vendimi drejt i kryetarit të DG-ku, sepse nuk ka qenë korrekte dhe ka qenë e pamundshëm që ti të shkon në tavolinën e bisedimeve me lëvizjen vetëvendosit derisa ki një emocion të mosbesimit nga antarësia që ta konteston leadershipin. Tash po besoj ftesë, po. Prandaj po themi që ky kuvend ka qenë i panevojshëm në vend që strukturat tona dhe delegatët tonë ta fuqizojnë rolin e kryetarit të LDK-s në raport me lëvizjen vetëvendosin në kohën kur jemi në biseda për këti konstituuar institucionet e Republikës së Kosovës dhe për të marrë do të thotë përgjegjësi politike dhe shtetërore ka ndodhur e kundërta. Tash a keni pranuar ftesë akoma apo jo? Jo, nuk kemi pranuar ende ftesë. Kryetari Mbram e ka hequr këtë pezullim sepse mas konfirmimit që kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës tashmë ka do të thoja durt e lira që të shkon në këtë tavolinë të bisedimeve dhe të vazhdojnë negociatat për të zgjidhur ngershin politik dhe për t'i ofruar institucione Republikës së Kosovës. Mbi çfarë baze mund të arrijë marrëveshje LDK-ja me lëvizjen vetëvendosje, zoti Monaj? Fillimisht ju dini që ne do të bëjmë marrëveshje për çështjen e parimeve. Duhet të ulemi dhe të diskutojmë për çështjet e parimeve që ndërlidhen me stabilitetin politik dhe institucional, me politikën e jashtëm, bashkëpunimin ndërkombëtar, me çështjet e brendshme që ndërlidhen me gjitha sektorët e jetës. Pastaj një pikë të veçantë ne e kemi çështjen e centralit me gaz, gazin amerikan si pjesë të marrëveshjes, sepse ne konsiderojmë që gazi amerikan e Kosovës nuk është çështje vetëm e zhvillimit ekonomik të vendit. Projekti për gazin amerikan. Projekti për gazin amerikan është çështje strategjike e bashkëpunimit të Republikës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara. A keni kushte tjera si LDK për ndarjen, a do të hynin koalicion në qeveri, marrëveshje për presidentin? Pastaj do thotë është pjesa e dytë që ndërlidhet me çështjen e institucioneve dhe krijimin e ballanceve institucionale në vend. Ne kemi thënë dhe kemi parim që i njëjti subjekt politik në asnjë rast nuk mund ta ketë edhe pozitën e kryeministit dhe të presidentit të Republikës, sepse kjo nuk e garanton balancën demokratike dhe funksionimin demokratik të institucioneve. Pra, shkoni në takim me këtë kërkesë, këtë kusht. A keni presidentin? Ky mbetet parim. Kërkesa e Lidhjes Demokratike të Kosovës normalisht që do të jetë që ta ketë presidentin e Republikës së Kosovës dhe pastaj mund të diskutojmë edhe për përfshirjen do thotë në institucione tjera, por kjo varet nga një marrëveshje reciproke dhe nga një gatishmëri e dy anshme në këtë rast edhe lëvizjes vetëvendosje edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po vreni gatishmërinë nga vetëvendosja se mund t'ja lë këtë post, që ju e keni kusht, pra, postin e presidentit. Po është herët të bisedohet për këtë pa u zgjidhur çështja e parimeve, por unë mendoj që po s'ka mbetë shumë kohë. Unë mendoj se do në të hynin në qeveri apo jo? Po, nuk seanca konstitutive është me 6. është me datën 6, pastaj kemi 60 ditë edhe për të themeluar qeverinë dhe për të zgjedhur presidentin e Republikës. Nesër bana 60 ditë nuk zgjedhet presidenti i Republikës dhe nuk konstituohet qeveria, vendi shkon në zgjedhje. Lidhja Demokratike e Kosovës do ta jap kontributin maksimal që vendin mos ta dërgoj edhe një herë në zgjedhje, sepse qytetarët e Kosovës nuk i dëshirojnë zgjedhjet. Edhe zgjedhjet e fundit ne kemi pas refuzim të mbi 200.000 qytetarëve brenda 6 muajve që të dalin në zgjedhje, sepse ata kanë votuar që subjektet politike tulin të bëjnë marrëveshje politike, të konstituojnë institucionet dhe të ecin. A mund të ketë marrëveshje me vetëvendosjen nëse se keni postin e presidentit? Unë mendoj që kjo është pjesë e diskutimeve që do të bëhet. Do të është herët të bisedohet, por çështja e presidentit normalisht e thash, parimi është
që i njëjti subjekt politik nuk mund t'i ketë të dy pozicionet. A mjaftoheni që ta keni ta zëm postën e kryeparlamentarit? Jo, është herët A vetëm postën e kryeministit dhe të presidentit? Shqo, balanci demokratik i institucioneve bëhet mes pozitës e kryeministit, qeverisë dhe të presidentit Republikës. Kur flasim për kuvendin, në shumicën e kuvende ka lëvizjeve të vendosje. Kryetari i kuvendit është njëra prej 3 pozicioneve të larta shtetërore, është përfaqësues shtetëror. Por nëse nuk e ki shumicën në institucion, atëherë nuk ka këtu balans në mes të subjekteve. Balanci në mes të subjekteve dhe balanci ndërmjet institucioneve bëhet ndërmjet pozitës e kryeministit dhe presidentit të Republikës, edhe për shkak të mënyrës dhe të kompetencave që i kanë këto 2 pozicione, që pastaj ndërlidhen edhe me çështjet e sigurisë dhe të tjera. A keni emër për postën e presidentit? Keni garuar me Vjosa Osmanin? Po, kemi garuar me presidenten Vjosa Osmani, e cila ka marrë miratimin e Këshillit të Përgjithshëm që të jetë edhe bartës e listë dhe kandidate për presidentet e Republikës, dhe normalisht emri i LDK-s për presidentet të Republikës është emri i zonjes Vjosa Osmani, por ju e dini që vetë zonja Osmani ka pas deklarime publike që ka thënë që unë në asnjë rast nuk do të bëhem pengesë, emri im nuk do të jetë pengesë për konstituimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Pra, që i bie që zonja Osmani mund të ketë pak gjasa? Nuk është çështje tash e përcaktimit tonë, këto është çështje e diskutimit ndërmes 2 subjekteve tona politike, por mendoj që kjo nuk insistoni pra në emrin e zonjës Osmani, kjo është çështja. Ne kemi një kandidat zyrtar. Kandidati zyrtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës për president të Republikës është zonja Osmani, që ka vendim të Këshillit të Përgjithshëm. Është vendim i Këshillit të Përgjithshëm, dhe nuk ka autoritet tjetër përveç Këshillit të Përgjithshëm që mund ta ndryshojë këtë. Por kjo nuk vëret vetëm nga Lidhja Demokratike të Kosovës, sepse pastaj çështja e presidentit zgjedhjen në Kuvend të Republikës do duhet të ketë dakordim edhe me subjekte tjera politike, në këtë rast me lëvizjen vetëvendosje. Zonja Osmani ka bërë qartë që nëse nuk ka gatishmëri, që ka pasur deklarata se s'ka gatishmëri për ta votuar. Nëse nuk ka gatishmëri televizjes vetëvendosje, që ajo të jetë presidente e Republikës, unë nuk bëhem pengesë për konstituimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, që unë mendoj që tregon edhe maturinë dhe përgjegjësinë e saj, edhe politike dhe institucionale, edhe ka shi institucionet të Republikës, por edhe ka shi vetë shtetit të Kosovës. Edhe njëherë, zoti Monaj, nëse keni postën e presidentit, a mund të ketë marrëveshje me vetëvendosjen edhe vetëm për të bashkëqeverisur, pra, me poste ministrore e të tjera? Në çfarë kuptimi, do thonë, nëse nuk e keni postën? Nëse vetëvendosja nuk ja lejuve postin e presidentit, ju fton vetëm të bashkëqeverisni, ja mund të ketë marrëveshje. Unë e thash parimin kryesor të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne nuk hymë në një marrëveshje të bashkëqeverisjes nëse pozicioni i kryeministrit dhe i presidentit i takojnë një subjekti politik. Ky është parimi i nëse presidenti është jashtëpartijak, atëherë është figurë konsensuale? Kërkesa e Lidhjes Demokratike të Kosovës është që balanci politik dhe institucional bëhet nëse ky pozicion i takon Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe unë mendoj që kjo do thotë i ndihmon edhe funksionimit brenda institucioneve, por edhe të një mirëbesimi të qeverisjes mes 2 subjekteve tona politike. Keni unik grupin parlamentar me 18 deputet, zoti Monaj? Mendoj që po, një marrëveshje... Mund të jetë edhe jo? Jo, nuk mund. Sepse ka pasur deklarime? Nëse kemi... Janë shprehur kundër një bashkëpunimi me vetëvendosjen? Unë mendoj... I përmendëm edhe me emra? Unë mendoj që nëse... Abdullah Hoti, Kmeta Bajrami të tjerë? Nuk ka pas deklarime që janë kundër bashkëpunimit. Madje, ata kanë theksuar që ne do të japim kontributin për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Unë mendoj që nëse kemi një marrëveshje të mirë, e cila hyn në funksion të shtetit të Kosovës, por normalisht që edhe pozicionimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është adekuat, do ta mbështesin gjithë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse
do të votojnë edhe organet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe kryetari Avdi Xhiku ka theksuar që nëse nuk ka marrëveshje të favorshme për LDK-n dhe për Kosovën, unë atë marrëveshje nuk do ta sjelli fare në parti, do ta refuzoj në tavolinën e bisedimeve. Por nëse ka një marrëveshje e cila është në favor të LDK-s dhe në favor të zgjidhjes së ngërçit politik dhe të udhëheqjes së institucioneve të vendit, atë marrëveshje do ta dërgojmë tek organet e Lidhjes Demokratike, Kryesinë Qendrore, në Këshillin e Përgjithshëm do ta marrë miratimin e Këshillit të Përgjithshëm dhe pastaj deputetët e kuvendit të grupit tonë parlamentar mendoj që do të mbështesin në funksion të një vendimi. Këtë çështjen e kemi diskutuar edhe në kuvendin që kishim më vonë. Kemi pasur disa vendimarrje. Po, kemi pasur edhe vendimarrje. Ndër të tjera i obligoni deputetët që të respektojnë vendimet e partisë. Jo, kështu. Mbas kuvendit të jashtëzakonshëm ne kemi vazhduar me një kuvend punën, në cilën ne kemi miratuar një deklaratë politike që tregon gatishmërinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës që të bëhet pjesë e procesit për të zgjidhur ngërçin politik, në mënyrë që vendi të garantoj stabilitetin politik dhe institucional dhe të shmang zgjedhjet. Ky është do të thotë vendim i kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili përfaqëson antarësinë e LDK-s. Në kuadër të këtij vendimi, kemi thënë që marrëveshja, nëse do të ketë marrëveshje, kjo marrëveshje do të dërgohet tek gjitha organet e LDK-s, edhe në kryesinë aktuale të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe në Këshillin e Përgjithshëm dhe pastaj mbetet edhe grupit parlamentar të LDK-s që ta mbështet një marrëveshje. Ne e dimë do të thotë që secili deputet e ka të drejtën e vlerësimit të vetë individual, sepse i ja lejon Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Konkretisht në 70 ndër të tjera. Por në rastet kur një marrëveshje është në favor të LDK-s, një marrëveshje është në favor të Kosovës, unë mendoj që të gjithë deputetët e LDK-s do ta votojnë si të tillë. Njëri prej këtyre vendimeve ishte që gjithë deputetët të bëhen pjesë e Këshillit të Përgjithshëm. Por Vjosa Osmani do të marrë tjetër post në hierarkinë e LDK-s? Vjosa Osmani tash është pjesë e Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Aktualisht ne funksionojmë me kryesinë aktuale që kemi, i takon ka pasur disa ndërheqje, ta zëm Hikmeti Bajrami. Ka dhënë ndërheqje? Jo, s'ka dhënë ndërheqje. Hikmeti Bajrami është ka thënë që ka dhënë ndërheqje, është larguar. Prej postit që ka pasur në LDK. Zonja Bajrami ka dhënë ndërheqje në para kuvendit e 1 janarit. Pastaj pas këtij kuvendi ka pasur emrim të ri. Ka pasur emrim të ri dhe zonja Bajrami është pjesë e Kryesisë Qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ajo nuk ka dhënë ndërheqje nga E Vjosa Osmani? Vjosa mund të jetë pjesë e kryesisë? Është në vendimarrjen e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës se si do të i zgjedh strukturat e reja, do të vazhdojë me këtë kryesi aktuale apo do të zgjedh kryesinë e re qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por unë mendoj që zonja Osmani e ka vendin aty. I bën derë, ka vendin në kryesi. E ka vendin, i bën derë dhe e fuqizon shumë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Është një aset i LDK-s dhe një aset i Republikës. Disa vite nuk ishte, 5-6 vite s'ishte, po rikthy. Zonja Osmani ka qenë presidente e Republikës për 5 vite. Është larguar para se të ishte presidente. Ajo ka qenë kryetare. Apo ose vendimarrje nga LDK-ja ka shkarkuar më. Zonja Osmani ka qenë pjesë e strukturës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ju e dini që ka pas një vendim për përjashtimin e saj nga pozicioni i nënkryetares dhe nga kryesia qendrore e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe më vjen mirë që tash atë kam qenë deputet dhe antar i Këshillit të Përgjithshëm kam votuar kundër këtij shkarkimi, sepse kam konsideruar dhe prap konsideroj edhe në rastin e kryetarit Avdi Xhiku që forma e shkarkimit nuk është formë e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kjo i ka treguar pasojat e shkarkimit të zonjës Osmani i kemi parë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, prandaj në këtë frymë edhe reagimet e mia në raport me kërkesën për shkarkimin e kryetarit të LDK-s kanë qenë të njëjta. Një shkarkim të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës do t'i bëjë dëm të madh Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shkak të kohës, zoti Manaj, falenderoj shumë. Falenderoj shumë për prezencën, kënaqësi të kisha në studio. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Ne të nderuar shikues, e mbyllim këtu këtë edicion dhe për këtë javë bashkëimi të hënën. Fundjavë të këndshme.